Suada, po për ty, tani ne bashkë do flasim shqip, Jozefi nuk mërzite, dhe ja përkthesh më vonë, mbasi të përfundoj intervista. Për ty si ishte takimi me Jozefin? E kishe menduar që do të kishe një partner të huaj? Francez? Kur. Kur, e? Kur. Se jam kisha mendimin se do ta marr shqiptar, se di pse. Dhe kur e takova, ishim si për mua ishte si shok, po kishte një pozitivitet, nuk mu besote si mund t'jetë një njeri kaq pozitiv. Dhe me kohën u lidhëm dhe ma shumë, erdhi takoj prindërit, edhe vazhdoj. Sa e bukur. Pra në fillim fare ty të ka tërhequr pozitiviteti Jozefit. Interesante. Këtë pozitivitet, shumë i sjellshëm. Suada ti jetoje jashtë në ato momente, apo ishit pra jetoje në Londër, studioje, do me thënë, si ju solli ky rrugtim i jetës me njëri tjetrin? Unë jam rritë për Shqipen, do të më nomë sa më mirë. Jo, e ke shumë bukur, madje, unë kujtoja se ti ishe vajzë që e rritur këtu në Shqipëri. Jam rritur në Mykonos, kam lindur edhe jam rritur në Mykonos. Edhe pastaj nuk kena universitet të në Mykonos, desha të shkoja në universitet jashtë shtetit, shkova në Londër. Dhe isha 4-5 vite në Londër dhe pastaj takimi era rastësisht. Dhe takimi erdhi rastësisht. Joseph, should I call you Joseph or Joseph? Joseph, it's the French version. Okay, I'm going to call you the French version. So, Joseph, Joseph, like, it was the first impression of Albanian culture. What did you learn from Suada? Is it like she very Albanian, or she's a mix of Albanian, Greek, Western country? Like, what was so Albanian inside of her that she didn't change it at all? Pra po e pyes, sa shqiptari ishte Suada në këtë njohje me të?